rreth orës 00:15 minuta, stacioni policor në Decen është njoftuar se në rrugën Luan Harabine në Decen, në një lokal ka të shtena në armë zjarri. Policia më njëherë është përgjigjuar rastet dhe në të arritur në vend ngjarjes, aty ka hasur në 3 persona të cilët ishin të lënduar nga arma e zjarrit. Të lënduarit me autoambulancë të qendrës mjekësisë familjare janë dërguar për në emergjencën e spitalit rajonal në Piri. 2 nga të lënduarit janë udhëzuar dhe dërguar për në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë, ndërsa një ka mbetur në spitalin rajonal për tu trajtuar. I dyshuar i rastit është arrestuar nga policia dhe është intervistuar. Pas intervistimit me urdhër të prokurorit të shtetit, i njëjti është dërguar në mbajtje për 48 orë. Në vend ngjarje është sekustruar një pistolet, një karikator me 9 fishekte të njëjtit kalibër dhe 3 gëzhoja të cilat janë si dëshmi. Rasti vazhdon të hetohet nga e sektorit rajonal të krimeve serioze, gjithmonë me koordinim me prokurorin e shtetit. Është duke u punuar një intenzive për të kuptuar për shkaqet se si ka ardhur deri te incidenti.